Gjesti i bën një reng rizartës, ajo del e lagur dhe e inatosur me të një skenë e papritur dhe plot humor ndodh në shtëpinë e Big Brother, kur Gjesti, me humorin e tij karakteristik, vendos t'i bëjë një reng rizartës, por situata përfundon me një incident që e lë atë tërësisht të lagur dhe të acaruar. Teksa banorët po relaksoheshin në obor, duke bërë biseda të zakonshme, Gjesti kishte kohë që po përgatiste planin e tij për të surprizuar rizartën me një reng. Ai e pret momentin e duhur kur ajo afrohet pranë pishinës, duke mos dyshuar as pak se do të bëhej viktima e radhës e shakave të tij. Me një lëvizje të shpejtë dhe të papritur, Gjesti e shtyn rizartën në pishinë, duke shkaktuar një zhurmë të madhe teksa ajo bie në ujë. Banorët shpërthejnë në të qeshura, ndërsa rizarta del nga uji e gjitha e lagur, me flokët e ngjitur pas fytyrës dhe rrobat që i rëndojnë nga uji. Fillimisht, ajo duket të shokuar, pastaj fytyra e saj ndryshon krejtësisht në një shprehje zemërimi. Gjesti, ti je i çmendur fare. Si mundet ta bësh këtë? Ndërkohë që Gjesti qesh me të madhen duke shijuar reagimin e saj, rizarta e shikon me nerva dhe nuk i besohet që ai e bëri një gjë të tillë pa paralajmërim. Banorët vazhdojnë të qeshin, ndërsa disa prej tyre i afrohen rizartës për ta ndihmuar. Por ajo është tepër e inatosur dhe nuk do të dëgjoj asnjë justifikim nga Gjesti, mendova se do ishte një shaka e vogël. Thot Gjesti, duke ngritur supet dhe duke buzëqeshur. Rizarta, e acaruara deri në maksimum, e shikon me një vështrim kërcënues dhe i thot, po prisni se unë do të hak me rem, kjo nuk do kaloj kaq lehtë. Do ta shohësh se çfarë do të bëj. Banorët e tjerë e shohin me kurreshtje situatën, ndërsa Gjesti vazhdon të qesh, i kënaqur me rengun e tij, pa e marrë seriozisht paralajmërimin e rizartës. Por a do të hakmerret ajo? Dhe si do të reagojë Gjesti kur të vijë momenti i saj? Momente të ëmbla mes Jozit dhe Olës, një afërsi që po bëhet gjithnjë më e fortë në shtëpinë e Big Brother. Marrëdhëniet mes banorëve ndryshojnë çdo ditë, por duket se Jozi dhe Ola po krijojnë një lidhje të veçantë. Ata kanë kaluar një mbrëmje shumë të afërt, të mbushur me të qeshura, përqafime dhe shikime domethënëse. Teksa ndodheshin në oborin e shtëpisë, Jozi dhe Ola po bisedonin mes tyre, duke ndarë mendime, kujtime dhe batuta që i bënin të qeshnin me gjithë shpirt. Ola duke e lumtur dhe e relaksuar pranë tij, ndërsa Jozi nuk e hiqte shikimin nga ajo, si për të vëzhguar çdo reagim të saj. Në një moment lozonjar, Jozi e ngriti Olën në krah, duke e bërë atë të lëshonte një ritëm të lehtë gëzimi dhe të qeshte pa ndalur. Ola i mbështeti duart rreth qafës së tij dhe i tha mes të qeshurash, Jozi, më lër poshtë. Po më bën të dukem si një fëmijë. Por Jozi nuk e lëshoi menjëherë. Ai vazhdoi ta mbante në krah dhe të rrotulloi paksa, ndërsa banorët e tjerë nisën të shikonin me kurreshtje dhe të bënin shaka me ta. Disa prej tyre filluan të bërtisnin, shikoni pak, këtu kemi një çift të ri. Ola u skuq lehtë nga komentet e banorëve, por nuk mund të fshitë buzëqeshjen e saj të kënaqur. Pasi Jozi më në fund e uli, ajo i dha një shpull të lehtë në krah dhe i tha, s'do ta harroj këtë, do ta marrësh mbrapsht. Jozi qeshi dhe ju përgjigj me një ton ngacmues, ti vetëm gjeje momentin, unë jam gati. Ky moment i afërt midis tyre nuk kaloi pa u komentuar nga banorët e tjerë, të cilët filluan të spekulonin nëse ndoshta mes Jozit dhe Olës po lindte diçka më shumë se sa thjesht miqësi. A është kjo vetëm një lojë mes tyre apo një ndjenjë që po rritet? Kjo mbetet për t'u parë në ditët në vijim. Rozana dhe Rizarta përplasen ashpër. Pse i shkon pas Gjesti? Në shtëpinë e Big Brother, tensionet mes banorëve vazhdojnë të rriten dhe këtë herë një debat i fortë shpërthen mes Rozanës dhe Rizartës. Teksa banorët po bisedonin për ngjarjet e fundit në shtëpi, Rozana, e cila duket e acaruar, i drejtohet Rizartës me tone të larta, duke e pyetur drejt për drejt, pse i shkon pas Gjestit? Nuk e kupton që ai po të përdor dhe po tallet me ty? Rizarta, e habitur nga sulmi i papritur i Rozanës, mundohet të mbrohet, por ajo nuk e fshe sikletin e saj. Unë nuk i shkoj pas askujt. Thjesht kaloj mirë me të si me çdo banor tjetër. Përgjigjet ajo, duke e parë Rozanën drejt e në sy. Por Rozana nuk ndalet. Ajo ngrit zërin edhe më shumë, duke insistuar se Gjesti është një lojtar i madh që manipulon dhe përdor vajzat për interesin e tij në lojë. Ti nuk po e kupton që ai po luan me ty, siç luajti me Eglin.
po ti e shikon se si a I sillet. A je e verbër, apo po bën sikur nuk kupton. Rizarta fillon të acarohen, sepse nuk I pëlqen që dikush tjetër I thotë se çfarë të bëj apo me këtë shoqërohet. Ajo e shikon Rozanën me nerva dhe I kthehet me të njëjtën forcë, po çfarë të duhet ty se me kërri unë? Është zgjedhja ime, nuk kam nevojë që të më japësh leksione. Banorët e tjerë që janë të pranishëm fillojnë të shikojnë debatin me interes, ndërsa situata tensionohet edhe më shumë. Rozana nuk e ndal sulmin e saj dhe vazhdon duke I thënë Rizartës se ajo po bëhet pjesë e një loje që më vonë do e dëmtoj. Ti mendon se ai do të zgjedh ty? Ai vetëm po tallet. Mos bëj të njëjtin gabim si Egli, që u përdor dhe pastaj ja hodhi tutje si një leckë. Rizarta nuk e duron më dhe I drejtohet ashpër Rozanës. Po ti pse je kaq e fiksuar me këtë punë? Apo ndoshta ty të djeg fakti që ai s'po të kushton vëmendje? Unë bëj çfarë dua dhe nuk kam pse jap llogari para teje. Tensioni arrin kulmin dhe banorët përpiqen t'i ndajnë, por është e qartë se mes Rozanës dhe Rizartës tashmë është krijuar një armiqësi e hapur. A do të ndalet ky debat këtu, apo do të vazhdoj edhe më tej, vijim? Gjesti dhe Rizarta përplasen ashpër, je e bukur, por pa tru. Një debat I tensionuar shpërthen mes Gjestit dhe Rizartës në shtëpinë e Big Brother, kur Gjesti bën një koment provokues që e irriton Rizartën në maksimum. Teksa qëndronin në obor, mes batutave dhe ironisë, Gjesti lëshon një deklaratë të papritur, duke thënë se Rizarta është e bukur, por nuk ka shumë tru brenda kokës. Rizarta, e shokuar nga ky koment, kthen menjëherë kokën nga ai dhe e shikon me habi dhe nervozizëm. Po prit pak, çfarë the? Ti qen ke komplet jashtë realitetit. Si mund të thuash një gjë të tillë? Gjesti I qet dhe me një buzëqeshje ironike, ngrit supet dhe I përgjigjet, po çfarë ka për t'u mërzitur kaq shumë? Po them thjesht një të vërtetë. Je e bukur, s'po ta mohoj, por ndonjëherë kur flet, duket sikur nuk ke shumë logjik në ato që thua. Banorët që ndodheshin aty pranë fillojnë të qeshin dhe disa prej tyre mbajnë duart tek goja nga habia, ndërsa Rizarta nis të acarohet edhe më shumë. Ajo I afrohet Gjestit dhe I përgjigjet ashpër, dëgjo këtu, Gjesti. Ti je personi I fundit në këtë shtëpi që mund të flas për logjik dhe tru. Gjithkohës bën lojra, manipulon njerëzit dhe mendon vetëm për veten. Nëse ka dikush që s'ka tru këtu, ai je ti. Gjesti vazhdon të qëndrojë I qetë, por me një buzëqeshje të lehtë tallse, duke u përpjekur ta provokojë akoma më shumë. Ai tund kokën dhe thot me një ton ironik, uf, sa serioze je bër. Qetësohu moj Rizarta. E di që të pëlqen të debatosh me mua, por mos e merr kaq personalisht. Po bëjmë një bisedë të qetë, apo jo? Rizarta, e të imbushur me nerva, nuk përmbahet, po ti kujton se je ndonjë filozof apo çfarë? Ti mendon se je më I zgjuari këtu, por në fakt je ai që s'të merr seriozisht askush. Kështu që mos e bëj më të zgjuarin me mua. Tensioni mes tyre rritet, ndërsa banorët e tjerë I shohin të habitur dhe të ndjekin debatin me kuriozitet. Duket se ky debat do të sjellë më shumë përplasje mes Gjestit dhe Rizartës, pasi ajo nuk ka ndërmend të harrojë fjalët që ai I tha. Rizarta dhe Gjesti përplasen ashpër, je një I pavlerë që të ushqejnë si fëmijë. Në një moment tensioni në shtëpinë e Big Brother, Rizarta dhe Gjesti përfshihen në një debat të ashpër që tërheq vëmendjen e të gjithë banorëve. Gjithçka nis kur Rizarta e sheh Gjestin teksa Rozana I sjell ushqim dhe e ushqen si një fëmijë të vogël, ndërsa ai qëndron I shtrirë në divan, I qetë dhe pa asnjë shqetësim. Rizarta, e irrituar nga kjo skenë, nuk mund ta mbajë më për brenda pa kënaqësinë e saj dhe shpërthen ndaj Gjestit, "Ore Gjesti, po nuk të vjen fare turp? Po të ushqen Rozana si të ishe një fëmijë 5 vjeçar. A nuk ke dorë vetë?" Gjesti, I paprekur nga fjalët e saj, qesh dhe I përgjigjet me ironi, "Po çfarë problemi ke ti, Rizarta? A të prishet ndonjë gjë se unë po ha I qetë? Rozana dëshiron të më trajtoj mirë, unë nuk po e detyroj." Por Rizarta nuk dorëzohet dhe e sulmon më ashpër, "Gjesti, problemi është që ti nuk ke asnjë vlerë këtu brenda. Gjithkohës viktimizohesh, luan me njerëzit dhe tani po sillet Rozana sikur je një fëmijë I pafuqishëm. Ku janë vlerat e tua? A di të bësh ndonjë gjë vetë?
Banorët fillojnë të komentojnë mes tyre, disa duke qeshur, të tjerë duke ndjekur me vëmendje përplasjen. Gjesti ngre vetullat dhe e shikon Rizartën me një buzëqeshje ironike. Rizarta, e kuptoj që po vdes për vëmendje, por mos u shqetëso kaq shumë për mua. Unë jam mirë. E keqja është që ti je duke u djegur nga inati sepse askush nuk të vëre. Kjo e acaron akoma më shumë Rizartën, e cila e shikon me nervozizëm dhe i përgjigjet. Unë nuk kam nevojë për vëmendje, ndryshe nga ty që jeton vetëm për të bërë shfaqje. Ti je një i pavlerë që vetëm manipulon dhe luan me njerëzit. As ushimin s'di ta hash vetë, e lë Rozanën të ushqej si të ishe në kopsht. Rozana ndërhyn për ta qetësuar situatën. Hajde, mos e bëni kaq të madhe. Po e bëja për shaka, s'ka asgjë të keqe këtu. Por Rizarta tund kokën dhe largohet me nerva, duke i lënë të gjithë banorët të diskutojnë mbi këtë debat të papritur. Jozi debaton me Gjestin dhe kërkon përgjigje për rikthimin e tij në shtëpinë e Big Brother. Pse u ktheve përsëri? Ndërsa ndodhen në obor, Jozi, i irrituar dhe i dyshim për qëllimet e Gjestit, e përball atë me një pyetje direkte. Gjesti, më thuaj një herë, pse vendose të rikthehesh në shtëpi? Çfarë kërkon më shumë? Gjesti, i cili po qëndron i qetë me një buzëqeshje të lehtë në fytyrë, tund kokën dhe përgjigjet me një ton ironik. Po mirë më Jozi, çfarë ka këtu për t'u habitur? Pse, mendon se mund të qëndrosh vetëm ti këtu? Unë kam hyrë përsëri sepse Big Brother pa që pa mua shtëpia ishte bërë e mërzitshme. Banorët që ndodhen aty afër fillojnë të qeshin, por Jozi nuk e pranon këtë justifikim dhe vazhdon ta ngacmoj. Po mirë, po egli iku për shkakun tënd, nuk të erdhi keq. Apo u ktheve që të vazhdosh lojrat e tua? Gjesti ngrit supet dhe thot me qetësi. Dëgjo, Jozi, unë nuk e detyrova askënd të largohej. Egli zgjodhi vetë të ikte, unë zgjodha të rikthehem. Kaq e thjesht është. Jozi buzëqesh me ironi dhe ja kthen. Apo mos ndoshta ke ardhur të fitosh? Se duket sikur vetëm për veten tënde mendon. Gjesti qesh dhe thot, e po sigurisht, unë nuk erdha për turizëm. Jam kthyer për të fituar dhe do të shohim se kush do të arrijë deri në fund. Biseda vazhdon mes tensionit dhe batutave, ndërsa banorët e tjerë vëzhgojnë debatin me kureshtje. Gjesti dhe Jozi përplasen ashpër, nuk më afrohesh e dot as në ëndra. Tensionet mes Gjestit dhe Jozit arrin kulmin kur ata përplasen në mes të dhomës së ndenjas, përpara syve të gjithë banorëve. Jozi, i revoltuar nga qëndrimi i Gjestit, e sfidon hapur dhe e pyet me një ton provokues. Gjesti, ti kujton se je më i miri këtu? Mos haro që loja nuk ka mbaruar akoma. Gjesti qesh me ironi, përplaset me shpinë në divan dhe i përgjigjet duke tundur kokën. Jozi, më fal, por ti nuk ke asnjë shans me mua. As në loj, as në shtëpi, as jashtë. Nuk më afrohesh e dot as në ëndra. Kjo deklarat ndes edhe më shumë situatën. Jozi ngushton syt dhe afrohet, duke e parë drejtë në sy Gjestin. E di si është puna, Gjesti? Ti flet shumë, por unë të njoh mirë. Ti e di që unë nuk të kam frikë dhe nuk do të lë të luash me të gjithë siç ke bërë deri tani. Gjesti ngrihet nga divani, duke buzëqeshur me vetbesim, dhe i afrohet Jozit me një qëndrim sfidues. Jozi, unë nuk kam nevojë të luaj. Unë jam loja. Ti thjesht mundohesh të më ndjekësh, por nuk të del, prandaj je gjithkohës i frustruar. Disa nga banorët që janë aty afër fillojnë të komentojnë nën-zë, ndërsa Gerta ndërhyn duke u munduar të shuajë sherrin. Mjaft më, mos bëni si kalamaj. Gjesti, po e provokon kot Jozin dhe ti Jozi, mos e merr kaq seriozisht. Por Jozi nuk e lë me aq dhe ja kthen Gjestit me një ton të prerë. Do të vi dita kur do ta kuptosh se nuk je aq i fortë sa kujton. Do të tregoj se loja nuk është vetëm për ty. Gjesti e shikon dhe qesh me nënqeshje, pastaj i drejtohet banorëve të tjerë. Shikoni çfarë ndodh kur dikush e kupton që s'ka asnjë shans. Fillon e bëhet agresiv. Atmosfera në shtëpi mbetet e ndezur, ndërsa banorët kuptojnë që ky debat nuk do të mbarojë kaq lehtë. Rozana ngacmon Gjestin dhe e vë në siklet me pyetjet e saj personale, duke shkaktuar të qeshura mes banorëve. Teksa ndodhen në kuzhinë, Rozana, me një buzëqeshje ngacmuese, i drejtohet Gjestit dhe i thot me ironi: "Hajde, Gjesti, na trego pak, sa fëmijë ke dhe sa të dashura ke pasur deri tani?"
Banorët e tjerë, të intriguar nga pyetja e saj, ndalojnë atë që po bënin dhe fillojnë të qeshin, duke pritur me kurreshtje përgjigjen e Gjestit. Gjesti, i befasuar, e sheh Rozanën dhe tund kokën duke qeshur. Po ti ç'të duhet moj Rozan? Po bën investigim këtu? A mos je duke shkruar ndonjë libër për jetën time? Thot ai, duke u përpjekur t'i shmanget pyetjes. Por Rozana nuk ndalet dhe e shtyn më tej bisedën. Jo, se jam shumë kurioze. Se si duket, ti je me shumë eksperiencë, prandaj dua të di sa zemra ke thyer deri tani. Thot ajo duke qeshur. Banorët fillojnë të bëjnë zhurmë, disa e mbështesin Rozanën dhe e nxisin Gjestin të përgjigjet. Hajde, Gjesti, mos u fshi, trego tani. Thot Amber duke qeshur. Gjesti, i cili duket se po e shijon vëmendjen, buzëqesh dhe thot me një ton ironik. Dëgjoj, Rozana, numrin e fëmijëve nuk ta tregoj, se nuk dua të jap shok, por për të dashurat hajde. Po të jap një shifër afërsisht mbi 100. Banorët shpërthejnë në të qeshura, ndërsa Gerta, e cila po dëgjon bisedën, ia kthen me shaka. Mos na gënje, se s'të kemi parë me asnjë vajzë seriozisht. Të gjitha i trajton si lojë. Gjesti qesh dhe i përgjigjet, po unë kështu jam, ç'të bëj? Jetën e marr me sportivitet. Rozana tund kokën dhe thot, e dija unë. Po prap s'na the të vërtetën. Hajde, po të jap edhe një shans tjetër. Kush ka qenë dashuria jote më e madhe? Gjesti e mendon për një moment dhe pastaj buzëqesh me dinakëri. Po prit, mos ndoshta je ti. Banorët shpërthejnë në të qeshura dhe fillojnë ta ngacmojnë Rozanën, e cila bën sikur skuqet dhe ia kthen me shaka. Po të isha unë, s'do të ishe këtu sot, do ishe me mua jashtë. Biseda vazhdon mes të qeshurash dhe shpotitjesh, ndërsa Gjesti dhe Rozana krijojnë një atmosferë lozonjare, duke u tallur me njëri tjetrin dhe duke argëtuar gjithë shtëpinë. Sfilata e djemve në Big Brother kthehet në një spektakël argëtues dhe plot humor. Në kuadër të një sfide të organizuar nga Big Brother, djemtë e shtëpisë detyrohen të vishen si vajza dhe të realizojnë një sfilatë të vërtet mode para banorëve femra. Me veshje të guximshme, grim të theksuar dhe taka të larta, ata transformohen tërësisht, duke e kthyer këtë sfidë në një nga momentet më argëtuese të këtij edicioni. Përgatitjet për sfilatë fillojnë herët në mëngjes. Vajzat e ndihmojnë djemtë të zgjedhin veshjet më ekstravagante nga garderoba e tyre, ndërkohë që disa prej tyre marrin shumë seriozisht detyrën e stilistëve. Loredana dhe Rozana marrin përsipër të grimojnë djemtë, duke i bërë ata të duken sa më të ngjashëm me femrat. Gjesti, i cili zakonisht nuk i kursen ironitë dhe batutat, këtë herë duket më i emocionuar se kurrë, duke zgjedhur një fustan të shkurtër me ngjyrë të ndezur dhe duke vënë parukë bionde. Kur vjen momenti i sfilatës, shtëpia e Big Brother shndërrohet në një pasarel të vërtet mode. Djemtë dalin një nga një, duke ecur me vetbesim dhe duke bërë poza të egzageruara, ndërsa vajzat nuk mbajnë dot të qeshurat. Jozi, i cili zakonisht është më i rezervuar, shokon të gjithë me një performancë provokuese, duke tundur flokët e tij të rrem dhe duke bërë lëvizje si një modele profesioniste. Gjesti, i cili njihet për aftësinë e tij për të bërë show, i shkon deri në fund rolit të tij, duke i provokuar vajzat me shikime flirtuese dhe duke i bërë të qeshin me batutat e tij. Në një moment, ai afrohet Amberit dhe i thot me një ton sfidues, si të dukem, Amber? Më mirë kështu apo si zakonisht? Amber shpërthen në të qeshura dhe i përgjigjet me shaka, të betohem që kështu dukesh më i mirë. Në fund të sfilatës, vajzat duhet të zgjedhin fituesin dhe pas shumë diskutimesh, ata vendosin që Gjesti dhe Jozi kanë bërë performancën më të mirë. Si shpërblim, djemtë fitojnë një darkë speciale të organizuar nga Big Brother. Pas sfilatës, bisedat nuk kanë të ndalur. Danja dhe Gerta thonë se nuk e kishin menduar kurrë që djemtë do e merrnin kaq seriozisht këtë sfidë. Valbona shton se disa prej tyre janë aq të natyrshëm në rolin e femrave, sa që mund të bëjnë karrierë në botën e modës. Nga ana tjetër, Gjesti, i cili gjithmonë e shfrytëzon çdo mundësi për të qenë në qendër të vëmendjes, nuk ndalet së bërë shaka. Më duket se do ndryshoj stil, kjo paruka më pëlqeu shumë. Thot ai, ndërsa banorët qeshin pafund.
Sfilata e djemve mbetet një nga momentet më argëtuese në shtëpinë e Big Brother, duke sjellë një atmosferë të lehtë dhe shumë të qeshura mes banorëve, të cilët për disa momente harrojnë tensionet dhe strategjitë e lojës. Gjesti vazhdon me ngacmimet ndaj Vserlos, duke e provokuar dhe duke e vënë në siklet para banorëve të tjerë, teksa ndodhen në obor, Gjesti i afrohet Vserlos dhe me një buzëqeshje ironike i thotë: "Po më dukesh shumë simpatik sot, Vserlo. Mos ndoshta po filloj të kem interes për ty?" Dhe më pas shpërthen në të qeshura, ndërkohë që banorët përreth e ndjekin me kureshtje bisedën. Vserlo, i cili nuk e merr seriozisht atë që thot Gjesti, i përgjigjet duke qeshur: "Po lëri këto broçkulla, Gjesti, se nuk më hyn në punë humori yt." Gjesti nuk ndalet me kaq. Ai vazhdon ta shikoj me ironi dhe i thot përsëri: "E di që më ke qejf, mos u mundo ta fshesh. Unë e ndjej, Vserlo." Dhe i bën një shikim provokues, duke e vendosur atë në siklet. Banorët e tjerë shpërthejnë në të qeshura, ndërsa Rozana dhe Gerta fillojnë të ngacmojnë edhe më shumë situatën. "Vserlo, mos e moho, kemi parë si e sheh Gjestin ndonjëherë," thot Rozana me një ton shpotitës. Vserlo tund kokën dhe ngre duart lart, duke thënë me ironi: "Ju jeni të çmendur të gjithë, unë nuk e përballoj dot këtë grup." Gjesti, i kënaqur që po i tërheq gjithë vëmendjen, vazhdon të tallet duke i thënë: "Kur të dalim jashtë, po mendoj të të ftoj për një darkë romantike, çfarë thua?" Vserlo mundohet të injorojë, por është e qartë që është vënë në siklet nga situata. Teksa biseda bëhet gjithnjë e më shumë një lojë provokimesh, disa nga banorët fillojnë të dyshojnë nëse Gjesti po bën shaka apo po e teston Vserlon për ndonjë reagim të papritur. Nga ana tjetër, Amber dhe Jozi diskutojnë mes tyre dhe thonë se Gjesti e përdor këtë lloj humori për të tërhequr vëmendjen dhe për të krijuar dinamika të reja në shtëpi. Ai gjithmonë gjen mënyra për të qenë në qendër të vëmendjes, thot Amber, ndërsa Jozi shton: "Po, por këtë herë duket sikur po e tepron." Ndërkohë, Gjesti vazhdon me shakat e tij, duke u përpjekur të bëjë Vserlon të reagojë më ashpër, por ky i fundit mundohet të ruajë qetësinë. Situata mbetet e hapur dhe nuk dihet nëse do të përfundojë vetëm si një batutë humori apo do të sjellë një përplasje më të fortë mes tyre.